Romanca e dikurshme mes Egli Takos dhe Gjestit, e cila nisi brenda shtëpisë së Big Brother Albania, por rikthehet sërish në qendër të vëmendjes pas deklaratave të fundit dhe reagimeve të dy protagonistëve. 2 ditë më parë, e ftuar në The Dalina Show, Egli foli hapur për raportin që pati me Gjestin gjatë kohës së tyre në reality show-n. Ajo theksoi se lidhja nuk ishte qenë kurrë dashuri e vërtet, por një afrim i krijuar nga rrethanat. Mirëpo ditën e djeshme, nga deklaratat që ka bërë Egli, duket se nuk ka kaluar pa reagim edhe Gjesti. Ditën e djeshme ai publikoi një Insta story teksa ishte në makinë duke dëgjuar një këngë me tekst të ngjashëm me fjalët që i kishte thënë Eglit brenda shtëpisë. Ajo që ti e ndjen nuk është dashuri, por obsesion, një iluzion në mendjen tënde. Ky reagim është parë nga ndjekësit si një përgjigje e drejtë për drejtë ndaj deklaratave të Eglit, duke rikthyer në qendër të debatit një histori që dikur u komentua gjerësisht nga publiku i Big Brother Albania. Mbetet për tu parë nëse kjo lojë me deklarata do të vazhdojë dhe nëse Egli do të japë një reagim tjetër, por një gjë është e sigurt, marrëdhënia mes tyre vazhdon të ngjallë interes edhe jashtë shtëpisë më të famshme në Shqipëri.